Publiku në shok, Gjesti dhe Jozi kape mat bashk pas skandalit. Pamje që askush si priste. Pasi u trondit nga pamjet që pretendojnë se Jozi ka goditur Gjestin me shpull gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Albania, një incident që nuk u transmetua kur në ekran, duket se situata po merr një kthes të papritur. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar foto të reja ku Gjesti dhe Jozi shfaqen së bashku, vetëm pak ditë pas përfundimit të spektaklit dhe shpërthimit të debatit. Fotot, të publikuara fillimisht nga fansa dhe më pas të ripostuara nga faqe të ndryshme, i tregojnë të dy ish-banorët në një ambient të qetë, duke buzëqeshur dhe qëndruar shumë afër njëri tjetrit. Kjo ka bërë që rrjeti të ziejë nga komentet, aludimet dhe pyetjet pafund. A është ky një sinjal pajtimi, apo një strategji për të shuar zërat pas skandalit? Publiku i ndar, hipokrizi apo maturim emocional? Reagimet nuk kanë munguar. Një pjesë e publikut është e shokuar nga ky ribashkim i papritur, duke e konsideruar si një formë hipokrizie publike ose përpjekje për të pastruar imazhin. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që e shohin me sy pozitiv. Pjekuria është të falësh e të ecësh përpara, shkruan një komentues. Por kjo shfaqje e përbashkët vjen në një moment të ndjeshëm, kur ende nuk ka pasur një reagim zyrtar nga produksioni i Big Brother VIP Albania lidhur me incidentin e dhunës që pretendohet se është fshehur nga publiku. A është ky fundi i dramës, apo fillimi i një telenovele të re? Ndërkohë që rrjetet vazhdojnë të vlojnë nga zhurma e kësaj fotoje, një gjë është e sigurt. Historia mes Gjestit dhe Jozit nuk ka përfunduar ende. Nëse kjo është një pajtim i sinqert apo një lëvizje mediatike, mbetet për tu parë.